Dhe shprazja këtij venit sjell edhe përfli. Kënë gjendje me shkatru venin ton, me shkatru ekonominë ton, edhe marr popull të ndryshme nga shtetet e tjera këtu dhe gjërojnë filma, shprazë një pun vetë. Këta oligarkë ton, që pasurën të mase, dhe e kapën edhe me institucione shtetërore. Tash kanë arrit në atë nivelin e tyre, sa që këta tash e kanë humbur edhe atë orientimin. Pse e kanë humbur orientimin? Parasysh se këta shkojnë mas rrasfijave, tash i kanë pru si picimula pjesë jashtit, që si xhekiçenave, po edhe dalin me këta motora, ta bëjnë me gishta, gil, edhe kur kemi mision. Si e ndërëm? Mirë Si po halen? mirë. Me shëndet? Mirë Qështë kemi? mirë. Me hallin me derdhe? Shtim ashtu kështu. Këtë u bom ka po, S'ka po të shqetëson vendin tonë për momentin? Jo, vendin tim, vendi yt nuk shqetëson, por në po shqetësona se dita se ka shprazot ky vend. Kjo është ai problemi. Dhe shprazja këtij vendit sjell edhe përfli. Sjell edhe bizniset që janë shprazën. Dhe tash momentin që shprazot ky popull, vjen popull tjetër, se ndonjë popull tjetër. Po problemi këtu si ne kemi pru vjetën këtë gjendje me shkatru venin ton, me shkatru ekonominë ton, edhe marr popull të ndryshme nga shtetet e tjera këtu, edhe gjërojnë filma, i parasysh. Arsyeja është se gabimet janë bo këtu janë bo gabimet, dhe këtu gabimi kanë bo njerëzit tonë. Kanë pranu që faktorit ndërkombëtar t'i binë 2 mujt, t'i përgdhelen, dhe faktorit ndërkombëtar ka pasur ky popull, po pranoj ka çdo gjë. Dhe bon teste. Testet i bon me flamur. Aty na qonë. Ne 100 vjeti mi vrajë me mbyt për flamur edhe më hali gjytë në flamurin për tokë. Tash me këtë flamurin lara që e kemi marrë, kjo t'jep me kuptu se tash këtu s'kia se ekonomi, s'kia zhvillim ekonomik, për arsye se ne si jemi autokton këtu, e kem shëndru vetën minoritet, kem kalu nër minoritet. Arsyeja është se faktori ndërkombëtar, apo thon faktori ndërkombëtar, që ne ka i dhënë territoret nga 12-13. Plus asajna edhe tash na dau Mitrovicën. Pse dau Mitrovicën? Ne nuk po pranojmë na marr. Po ata na kanë dhënë për momentin dhe tash aty krijohen komedi të ndryshme dhe nuk ka investim, parasysh se krejt është orientimin Mitrovicë çka me bë, tek me bë, kim harrua onën ekonomike. Onën ekonomike kanë marrë oligarkët, kanë shatruar me fabrika, me çdo gjë. Dhe për këta oligarkë, kjo flamuri lara dheqe. Kjo demokraci për ta është dheqe, se faktikisht ne nuk jemi të shlirum, ne jemi të rajnë vetë vetën. Po, ose e genjen, ose e rranë vetë vetën. Po mëndon që nuk kemi shlirum? Ja, ne nuk jemi të shlirum, absolut. Ne jemi të shëndrum në minoritet, edhe neve në ka shku sakrifica jonë kotë. 100 vjetë për flamur në përburgjim i delë, sakrifica tonë aty janë isë, nga Mendela jonë dhe Mdemoqe i cili e ka shkatru dhe jetën në përburgje, vetëm për me pas një shtetë si duhet, edhe më në fund nuk e bon shtetin. Se s'na lënë në kohën e dur me luftu. Koha dash me luftu, kur bo shkatrimi i Jugoslavisë, nesër Jugoslavinë nuk kishim mujt me shkatru, se këtu ka qenë Rusia. Ne s'kishim mujt me shkatru kur Rusin për këti vend. Por, për me kontinent, se tash i planeti donë kontinente. Për me marrë bashkimin evropian, me marrë ballkonin dorë, me shtimin bashkimin evropian, është dashur të heket perandoria sovjetike piktujt. Dhe këtë formë, njërin onë jepën kratë bëhet lufta e drejtë në Kroaci dhe në Sloveni, dhe sa neves nuk në lejun me luftu në kohën e duar. Jo, ju vazhdoni këtë rrugë me dy kishta se ju do keni liri. Kjo nuk ka liri. Kjo nuk ka liri ku s'ki ekonomia dhe s'ki popollato. Edhe tashti, ku kemi mision. Shije çka ka bëhet. Po shohim që ditëritës vendi edhe për zbrazët kemi shumë turistë, shumë vendasë, domethënë që kanë qenë këtu, kanë shkuar larg vendit. Kemi njerëz që po jetojnë kanë ardhur këtu. Si e sheh këtu? Po këta tash është problemi këtu.
është problemi këtu si ky vend që është fras një pun vetë. Këta oligarkë tonë që pasur në te mase dhe kapën edhe me institucione shtetërore, që janë njësë pej policie, e në gjëkat, e në prokurori, në qeveri, e matutje, këta i bon këtë gjitha të këto i bon. Arsye pse i kanë bo, për arsye se i kanë pas shqiptarët, Karta Shqipëria shqiptari kanë pas, kishe doktorat shkencë, dhe kanë folë kanë një gjuhë shumë të lodhën, pak më doktorat shkencë. Dhe këta oligarkët, tash kanë arrit në atë nivelin e tyne, sa që këta tash e kanë hupë edhe atë orientimin. Pse kanë hupë orientimin? Për arsye se këta shkojnë mas rasfijave, po, ndërsa pjesa tjetër shkojnë mas tjerëve. Do të thotë në kjo në gjendje tash këta as familjen e vetë me kontrollu. Ki parasysh, as familjen e vetë që në gjendje me kontrollu. Parasysh se tash i divijojnë rrugët e partisë. Njëri merr shmajtin, tjetri merr djathtën. Dhe nuk japin llogari asnjëri për tjetrin. Shkojnë pushime, nuk shkojnë me familjarët vet, po shkojnë pushime kishe po dihet. Tani edhe kjo gjenia tjetër femnore shkojnë pushime kishe, do të thotë. Kjo është mëkat. Po, kjo është gjenia këto pak na bën pak më të qartë. Nuk po mujmë ta bëjmë pa kjo se kanë vjen keq. Këtu morali ka ra për tokë, si jepet llogari, nëse moralin prej emisionit Big Brother, ke pas çka flitë zotje. Do thotë kur familja tash e çon ty atë emision, fëmia, gruaja, ose ti vetë kur e shqen atë emision, ti nuk din as çka me folas me djalas, me reas, me çikas, me këto. Degenerim Big Brother s'pas degenerim pa kufi është. Degenerim pa kufi është. Kjo problemi. Tash ti kanë pru që si picimura për jashtit, që si gjiki qenave, po edhe dalim me këta matora, ta bojnë me gishta, gil, edhe kur kemi mision. Që gjallënia? Që shfa gjallënia thotë? Që gjallënia? Që thotë? A në kërë qyteti Kosovës, që, kjo thotë. Kjo është mëkat. Tu duhet bëhet një revolucion. Duhet populli më qënë kom, me smjallon fajnë qeveris, duhet populli më qënë kom edhe me fshitë citatën dorë. Se edhe kjo edhe zgjedhjes që kanë më majtë, nuk kanë më mujtë me formu qeverinë. Për arsye se qeveria tash është e lidhur me minoritete. Si pullaj minoriteteve, po kanë formuar çatë formë sa që ja kanë jap 20 vende të rezervuara edhe kështu të çmush me votë qeveri, pa bashkëpunu. E këta nuk bashkëpunojnë minoritetet se po dojnë shtet. Se të më thonë Kosova, kjo Dardania, se nuk ka Kosova është Kosova, po kjo pjesë e Dardanis ka territor aq të madh, po më duket të ka gjysmën e planetit dorë, sa që duhet me jap pjesë me rehabilitu. Para mendoj duhet ose dash me jap Maqedonisë tokë me një shtet, a kryeqyteti i Maqedonisë është Shkupi, që është kryeqyteti i Dardanis. U dash me jap Malizi tokë me një shtet. U dash me jap edhe Mitrovicën për më na njoft Serbia shtet. Kush është Serbia neve më na njoft, ne s'kem punë. Duhet ndërprerën bisedimet me Serbi urgjentisht. Kartoni kuç. Bëll tema. Shqipëria duhet më marrë me ato pjesë të veta ka i ka. Edhe Shqipëria ka për obligim. Unë kisha rastësi që takova prapë, të më të mirat, shpresoj që të shihemi prapë me juve. Faleminderit. Shëndet, ndinë mbar, faleminderit, shumë respekte.